Në një fundjavë të artë të qershorit, pikërisht më 14 qershor 2025, Hamptons, destinacioni i preferuar i elitës amerikane, është kthyer në skenën në një prej dasmave më të përfolura të dekadës. Huma Abedin ish këshilltarja e ngushtë e Hillary Clinton dhe një nga figurat më të sofistikuara të prapaskenave politike në SBA, do t'i thot po Alex Sorosit, filantropit të njohur dhe kryetarit të fondacionit Soros, djali i miliarderit të njohur George Soros. Kjo lidhje që nisi si një kapitull i heshtur në rrethanat më të fuqishme të politikës amerikane, po kulmon në një ceremoni martesore që tërheq vëmendjen botërore jo vetëm për emrat e përfshirë, por edhe për simbolikën e një bashkimi mes pushtetit politik dhe kapitalit filantropik. Një skenografi përrallore në zemër të Southampton. Ceremonia do të zhvillohet në një nga pronat më luksoze të Long Islands, rezidenca e familjes Soros në Southampton. Vila përfshin 12 dhoma gjumi, një bibliotek private, fusha të tenisi, një pishinë të stilit mesdetar dhe një borë të gjerë me kopshte të kuruara deri në detajet më të imta, pikërisht aty në atë ambient ku çdo gur i rrugicës është vendosur me stil dhe qëllim, do të shpallet një nga premtimet më të rëndësishme të dashurisë së epokës sonë. Ftesat janë dërguar me shumë kujdes dhe finesë, një letër ngjyrë krem dhe me shkronja zmeraldi të gdhendura në relief që përçojnë shijen klasike dhe elitare të çiftit. Stili nuk është i rastësishëm, ai është një pasqyrë e përvojave trashëgimisë dhe rafinimit që karakterizojnë këtë bashkim. Një listë të ftuarish që ndryshon balancat e pushtetit. Në mesin e ftesave të rezervuara, emrat që bien më shumë në sy janë ata të Hillary dhe Bill Clinton, të cilët jo vetëm kanë qenë bashkëpunëtor të afërt të Huma Abedin, por edhe mbështetës të hershëm të familjes Soros. Chelsea Clinton gjithashtu pritet të jetë e pranishme krahas ikonës së modës Anna Wintour, trashëgimtarit Nikki Hilton dhe shumë figurave të tjera nga bota e politikës, biznesit dhe artit. Në mënyrë të papritur, sipas burimeve pranë organizatorëve, në listën e të ftuarve ndodhet edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Marrëdhëniet e ngushta të tij me Fondacionin George Soros dhe bashkëpunimet ndërkombëtare përmes projekteve të zhvilluara kanë bërë që ai të konsiderohet një mysafir i rëndësishëm për çiftin. Helikopter, shampanjë dhe sekrete, miksi perfekt i një dasme moderne. Duke qenë se dasma zhvillohet në pikun e sezonit veror të Long Islands, shumë të ftuar do të përdorin helikopterin privat për të shmangur trafikun e dendur që në mëngjesin e 14 qershorit, qielli i Hampton pritet të mbushet me fluturime luksoze që zbresin në pronën e Sorosve me një precizion dhe organizim që vetëm një ngjarje e tillë mund ta përballojë. Detajet e ceremonisë janë mbajtur me një diskrecion të admirueshëm. Nuk ka asnjë lajm të konfirmuar për dizajnerin e fustanit të nusës apo emrin e orkestrës që do të shoqërojë natën e madhe. Sipas miqve të afërt, dasma do të përziejë elegancën tradicionale me elemente të dizajnit bashkëkohor në një atmosferë ku çdo hap është menduar për të krijuar emocione, por edhe për të ruajtur një hijeshi që nuk bie kurrë në vulgaritet. Kuzhina pritet të jetë një miks i kuzhinës mesdhetare dhe asaj moderne amerikane, me pjata të dizajnuara nga shefa me yje Michelin, shampanja Dom Perignon, ndërsa dhuratat për të ftuarit thuhet se do të jenë të personalizuara, që nga koleksione librash të rrallë deri tek vepra arti bashkëkohore. Një dashuri që tegalon titujt dhe pasurinë. Huma Abedin dhe Alex Soros janë të dy produkti elitave të ndriçuara. Ajo, me rrenjë indiane dhe pakistaneze, u bë simboli gruas moderne muslimane që navigon me mençuri politikën amerikane. Ai, pasuesi një dinastie që ka ndikuar në zhvillimin global përmes donacioneve dhe angazhimeve sociale, të dy janë të artikuluar, të përkushtuar ndaj çështjeve të drejtësisë sociale dhe të trajnuar për të jetuar në dritën e syrit publik, pa humbur thelbin e tyre. Pikërisht, kjo bën martesën e tyre diçka më shumë se sa një dasmë luksoze. Është një premtim i dy mendjeve të mëdha për të ecur bashkë përmes një bote që ndryshon me ritme të shpejta. Epilogu i një dite, prologu i një jete, teksa dielli perëndon mbi Hampton dhe dritat e Qirinit vendriçojnë rrugicën e pastër të rezidencës Soros. Një kapitull i ri fillon për Huma dhe Alex. Një kapitull
që përfaqëson jo vetëm dashurinë, por edhe një bashkim të trashëgimisë, misioneve dhe aspiratave për të ardhmen, dhe ndoshta kjo nuk është vetëm një martesë, është një reflektim i mënyrës se si dy botë që dikur duken të largta mund të bërshetohen me stil, elegancë dhe qëllim të përbashkët në një botë që shpesh duket cinike. Dasma e tyre është një kujtesë se edhe në qendër të pushtetit dhe pasurisë, dashuria mund të jetë një akt i sinqert dhe i bukur.